që legitimiteti i Tribunalit të Hagës dhe që nuk e di se kush mund të jenë më pas veprimet e aspektit politik dhe diplomatik, por mendoj që gjykata ndërkombëtare e Hagës nga shqiptarët pse jo duhet të jetë një institucion ndërkombëtar i cili mos njohë legitimitetin fundja të këtij vendimi, edhe pse pas këtij vendimi pastaj kemi të drejtën e apelit, i cili po prapë merr një kohë 2 deri në 3 vite tjera, që mund të krijojë një lehtësim të dënimit i cili do të vijë nga ana e gjykatës në muajt në vazhdim. Por ajo çfarë dua të them është se kjo do të na fusi në një lloj cikli mosbesimi tek drejtësia, dhe kur mungon drejtësia, padyshim aty pastaj kemi të vështirë që të besojmë në zhvillimet e tjera të cilat do të lidhen me tryshtinë që mund t'i ndodhi Kosovës për të realizuar dialog me Serbinë. Kur kjo drejtësi mungon atë tribunal të Hagës, i cili është ngritur për të nxjerrë drejtësi dhe jo për të krijuar, si thua, thash edhe më herët, viktimën Xhelat dhe Xhelatin për të amnestuar, sepse kështu i bjen, po përkthelet Serbia dhe po Kosova po penalizohet. Atëherë më thuaj si do të ulet nesër kryeministri i Kosovës, Kurti, apo delegacioni i Kosovës, qoftë edhe në një përbërje më të madhe, me atë lloj drejtësie e cila mungon në Hagë për të zhvilluar bisedime me Serbinë. Kujt do t'i besohet? Lajçakut, i cili doli me skandalet e Ishtajn, edhe skandalet të kësaj natyre kemi edhe me personalitetet tjera në Bashkimin Evropian, ku realisht ato nuk e dinë veten se ku janë në këto momente, duhet t'ju besojmë atyre, dhe po prap duhet t'i kthehemi një lloj besueshmërie më të madhe dhe kërkimin, si thua, e kësaj zgjidhje aty ku është gjetur edhe në vitet e 90-ta tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila pa ndërhyrjen e atyre Ballkani sot mund të ishte në një zonë po prap lufte dhe konflikti. Pra Europa është treguar e paaft, tregohet gjithnjë e tillë, dhe sidomos kur vjen në çështja e shqiptarëve, ato kanë mbajtur një lloj pozicionit të rikë, mos e këpot, mos them, kanë qenë në favor më shumë të Serbisë se sa Kosovës. Kështu që nëse nuk do të kemi një vendimarrje të drejtë për lirimin e kupolës së UÇK-s, atëherë realisht bisedimet me Serbinë nuk kanë kuptim, për faktin se ofensiva e tyre në tavolinë do të jetë shumë agresive se deri më tani. Atëherë për çfarë bisedimesh do të bëhet fjalë në një dialog të tillë kur kemi një padrejtësi aty nga ku ne presim drejtësi e cila mund të ndikojë pastaj edhe në atë çfarë quam për afrimin e marrëveshjes së një dialogu mes Serbisë dhe Kosovës. Prandaj ky vendim ka shumë peshë dhe që pasojat do të jenë jo të vogla nëse nuk do të kemi një vendim real për lirimin e 4 mbartësve të asaj çfarë ne e quam si sublime, ushtria çlirimtare e Kosovës, dhe bashkë me atë edhe pavarësia e atij shteti dhe perspektiva e vetë rajonit. Pra, ky vendim do të ketë një lloj efekti i cili o do të kemi një sinjal shprehse për paqe, ose do të kemi një moment tjetër i cili do të mbajë në tension, pasiguri dhe në kriza Ballkanit dhe rajonit. E qartë. Mirë, zoja Dili, për të kaluar tek një tjetër çështje, pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 28 dhjetorit dhe përmbylljes së gjithë ankesave që patën partitë dhe kandidatët politik, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thirrur dhe seancën e parë pra të konstituimit të kuvendit të ri të Kosovës. Mendoni se tashmë do të arrijnë partitë të konstituojnë kuvendin pa bllokata, apo nga ana tjetër vendi ndoshta mund të rrezikojë edhe një gërç të ri institucional? Momenti i fundit i gjykatës së Hagës duket sikur ka reflektuar pozitivisht edhe në deklaratat e kryeministrit aktual dhe të ardhshëm të Kosovës, Albin Kurti, të Glauq Konjuca, dje kishte një pozicion dhe një prononcim shumë shpresëdhënës për atë çfarë ne duam për afrimin pra të palëve, i cili shprehu gatishmëri për të mbrojtur, për të qenë në hak në krahun e
themeluesve të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe kjo lloj gjuhe tani më po lën si thua shpresë dhe hapësirë për një bashkëpunim për të ardhmen, edhe pse numrat vetvendosja i ka për të konstituuar parlamentin dhe ajo pritet që të ndodhi dhe do të ndodhi besoj sot. Por që problemi më i madh është me zgjedhjen e presidentit apo presidentes aktuale, e cila kërkon një konsenzus të paktën me një nga partitë opozitare për të arritur atë numrin e nevojshëm të 80 deputetëve që duhet të jenë në kuvend ditën e zgjedhjes. Dhe kjo është një sfidë të cilën unë mendoj se duhet ta kalojë dhe do ta kalojë, kam shpresë, klasa politike atjeshme, për faktin se tani jemi përballë një situate për cilën ne folëm pak më përpara që mos përsëritemi, të një gjykimi që i bëhet Kosovës dhe jo 4 individëve. Këtë ka të qartë gjithsecili, më shumë padyshim pesha e përgjegjësisë është tek qeveria e Kosovës, kryeministri Kurti, i cili do të gjejë se mekanizma për të arritur konstituimin e parlamentit, zgjedhjen e organeve të parlamentit dhe më pas atë çfarë presim zgjedhjen edhe të presidentit, që të jenë më të konsoliduar pra partitë politike në Kosovë për patur qëndrime më të unifikuara dhe që të nesërmen të përgjigjen asaj çfarë kemi ne pritshmëri me plot përgjegjësi dhe me dinjitet përballë kësaj situate e cila po vendos, si thua, do ta them prap në pikë pyetje të ardhmen e Kosovës, stabilitetit të saj dhe të rajonit në tërësi. E qartë, mirë, zotëdili, për të mbyllur, ndërkaq, mendoni se kjo lëvizje tashmë është për të garantuar stabilitetin apo ndoshta edhe një mënyrë për të ushtruar presion me të gjitha forcat politike që të nxitojnë edhe marrëveshje dhe nga ana tjetër se i përket edhe buxhetit të miratuar. Pra pa një buxhet të miratuar, shumë projekte dhe obligime shtetërore do të mbeten pezull dhe çdo vonesë sigurisht do të kishte pasoja direkte ekonomike, por edhe sociale. Mendoni se do të përdoret buxheti si një mjet presioni mes të gjitha partive për të siguruar ndoshta poste dhe ndikime? Unë jam besim plot në këtë rast, bazuar dhe në të kaluarën kur është përballë klasa politike në Kosovë me momente të këtilla delikate dhe ato kanë patur gatishmërinë, vullnetin për të kaluar veten dhe për teja sa interesit partijak apo mos të them individual dhe kanë ditur që të marrin pozicione të cilat kanë qenë në shërbim të shtetit Kosovës, të popullatës dhe perspektivës së saj. Kam bindjen që edhe kësaj radhe padyshim do të zhbllokohet edhe ajo çfarë ju quani buxhet, i cili edhe lidhet edhe me një grant tjetër i cili pritet të jepet nga Bashkimi Evropian, nga Fondi Monetar, mos gaboj, dhe nga Banka për Zhvillim dhe Ndërtim, që është jo më pak rreth 900 milion euro, rreth 1 miliard euro, pra bashkë edhe me buxhetin e Kosovës, do të zhbllokojmë edhe këto grante tjera të Bashkimit Evropian që po rrinë tani si thua të ngrira, por mbi të gjitha trysnia dhe momenti padyshim historik i kësaj situate, kam besim që do të ketë një vullnet tek pala klasës politike në Kosovë për të arritur këtë lloj konsensusi i cili do të lidhet edhe me zgjedhjen e presidentit, do t'i hapet të rrugë pra më në fund një lloj stabiliteti dhe konstruimi të gjithë institucioneve që të kemi pra një situatë të qëndrueshme dhe për të hapur rrugë edhe me dialogun strategjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që është jetike për Kosovën. Unë mendoj se kjo do të ndodhi për faktin se është faktori kohë ai i cili e kërkon dhe kam bindjen që përgjegjësia në këtë rast do të jetë e lartë tek gjithë secili nga ne përfaqësuesët të politikë pranë Kosovë dhe kam besim, them edhe një herë, që kjo do të ndodhi në ditët në vazhdim për ta përmbyllur në muajin mars atë çfarë e kanë më shumë si thua si dilemë zgjedhjen e presidentit të Kosovës. E kundërta pastaj do të ishte fatale, do të ishte e patolerueshme dhe e pafalshme nëse do të kemi një ngërç tjetër i cili do të fosi Kosovën në një izolim dhe në një situatë, mos them të pashpresë, por në një gjendje kaotike e cila më pastaj nuk e dim se si do të mund të menaxhohet e gjithë kjo situatë e cila kërkon thash unifikim, përgjegjësi dhe jo lojra politike, për faktin se
Në të kundërtën, atëherë padyshim që gishti do të vendoset mbi atë çfarë ne quam jo mos përgjegjësi,